Këshill shumë e rëndësishme, sidomos për djemë, se femnat tash pak e kanë më kontroll këtë si dohet. Po sidomos për djemë. Kam taku djemë, për shembull vinë edhe këtu në Zvicër, më vjen keq për ta, kupton? Po vinë edhe këtu në Zvicër ose më shkruajnë mësajnë, thotë o vëlla, thotë ako na e puna, mund na gjesh na e punë diçka. Okej. E pysun, okej, patriot, do mundana me bë diçka për ty. Ç'a punë, ç'a di me bë mirë ti? Sa asgjë, thotë vëlla, di mi bë gjithë nga pak. Kjo është gabim. Kjo është gabimi më i madh që mund bash, që ban njeriu, që si e rëndësi. Tash për njerëzit që janë këtë lloj faze, do ju kisha dhënë një këshill. Merrni një zanat, banu i mirë me atë zanat, mund të jetë pllakagji. Dimi bë tona ti, po zgjidh nga këto tona se dimi bë nga pak, merre ktheje zanat, bane mirë, një nga to. Edhe orientohu në atë zanat. Edhe atë zanat ktheje profesion që të bie lek për familjen tënde. Se duke qenë hallakotën kështu, nuk i kërkon. Merre, bëne diçka mirë, kur ta kapësh mirë diçka, futë në funksion, atëherë vazhdo nëse ke dëshirë me bë diçka tjetër. Se kjo se baj shumë sene, duke njeh shumë sene njëkohësisht as sikur del për gjyë e ti, ke shiftën në krah, edhe njëkohësisht dolin 2 lepoj ose 3 lepoj. Edhe ti mundohesh mi vrot 3 gjithë njëkohësisht. Asnjëri s'do vrasish. Vriti lepër, merre leprin, futën të nxjerrët, zije, konsumoje, atëherë dile gjyë për tjetrin. Kjo është një këshill që unë ja jap djemve që të rritet pak ekonomia, edhe të fokusohen pak, që të kenë pak ata, mos jenë ata në ajër, mos jenë në ajër, që të jenë pak më kam tokë.